depresioni është një humbje e plot e vullnetit për me u marrë mas pari me vetë-vetën, mandej një painteresim i plot për njerëzit, për rreth. Ajo mund me arë si një zhvillimi, një problemi me shëndetit mendor, i cili ka qenë shumë më i gjatë dhe kronike dhe nuk ja kem nu veshin apo nuk kem fillu me u marrë me atë problem ashtu që i zhvillohet dhe shkalla e depresionit është shumë më e lartë. Mirë po e kem edhe depresionin, me thonë kushtimisht, i mbrëmshëm, i cili është indikum shumë prej faktorëve gjenetik, po flasim për një smundje kur gjumi është në dy ekstreme, ose pa gjumësi, ose një gjumë i theksum, në fakt kur në gjumë ikim prej vetës edhe ballafaqimit me ato çka na rrethon, është njësoj ushqimi, ose lihet plotësisht, ose mirët pa kontroll, ka shumë pak komunikim me njerëzit për rreth, kryesisht kalon shumë kohë i mbyllun veç, ka shpërthime të kopaskohshme të vajit, për cilat shpeshherë nuk din me i shpjegu. Mirë po, depresioni nuk trajtohet vetëm me ilaç. Është shumë me rëndësia dhe psikoterapia, e cila i ka në një farë mënyre për detyrë me i gjetë faktorët motivues të individi për riaktivizim, se nëse na mungon vullneti i individit për me te i kaluat gjendje, në tjertë i kem kot nuk mundem i vetë.